Në ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë është mbajtur sot rrjedhë shkencore kushtuar personalitetit të shquar, Ali Efendi Jakupit. Tryeza organizuar nga Drejtoria për Kulturë dhe Veprimtari Botuese pranë Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, me qëllim që të ndriçohet jeta dhe vepra e këtij alimi të njohur, që la gjumë të pashlyera në historinë fetare dhe kulturore shqiptare. Ramadan Shkodra, drejtor për Kulturë dhe Veprimtari Botuese, theksoi se kjo tryezë vjen si një përpjekje për të vlerësuar kontributin e dietarëve që shërbyen me përkushtim në kohë të vështira. Me një ndjenjë veçantë përgjegjësie dhe nderimi, e hapim sot këtë tryezë shkencore kushtuar jetës, veprës dhe trashëgimisë së njërit prej veve më të ndritër të popullit tonë, Ali Efendi Jakupit. Një figurë që përfason ndër simbolet më të qarta të përkushtimit ndaj dijes, fesë dhe kombit. Për fat të keq, për dekadat me radhë, ai mbeti i heshtur në adhe, ndërsa u nderua dhe u respektua në mërgim. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Efendi Tërnava, Ali Jakupin e vlerësoi si një dietar të madh të shekullit të kaluar, i çmuar dhe i vlerësuar nga e gjithë bota, por i harruar nga vendi i tij. Për dietarin e madh shqiptar i cili jetoi në Turqi mbi 3 dekada ku edhe më pas vdes, mund të themi se ishte një dietar i madh i shekullit të kaluar, i cili kishte një formim fetar dhe kulturë të lartë, i njohur, i respektuar dhe shumë i çmuar në përbot, por çuditërisht i harruar ndër shqiptarët. Siç po shihet në mesin e shumë dietarëve shqiptar, që kanë kontribuar në botën islame dhe janë anashkaluar dhe harruar nga vetë hapësira shqiptare, veçohet edhe figura e Hoxha Ali Jakupit nga Gjilani. Edhe pse kishte përgatitur të nivelit të lartë dhe përkushtim të sinqert ndaj dijes dhe kombit, ai mbeti jashtë rrëfimeve tona institucionale, jashtë teksteve tona dhe jashtë vetdijes sonë kolektive. Pikërisht për këtë arsye jemi sot këtu, për të korrigjuar një harresë, për të nderuar një vlerë dhe për të dhënë brezave të rinj një shembull të dietarit që nuk jetoi për fam, por për të vërtetën dhe në shërbim të tjerëve. Roli dhe kontributi i Ali Efendi Jakupit u vlerësua lart edhe nga ish-kryediplomati i Kosovës, Enver Hoxhaj, i cili gjatë fjalës së tij dha shembull interesant ku diplomacia e huaj mburrej me veprën e Ali Efendi Jakupit. Mendoj që në një kohë ku bota është edhe më e vogël, ku jemi edhe më të ndërlidhur me njëri tjetrin, ne kemi nevojë që Ali Jakupin ta shohim si një model frymëzimi dhe inspirimi, me që unë shoh ata si një diplomat, dhe kështu kanë cilësuar të tjerë, si një ambasador, në një kohë kur Kosova s'ka pas as politikë të jashtme as diplomasi. Prandaj, lavdi jetës dhe veprës se Mulla Ali Jakupit, përgëzimet më të mira për organizimin e kësaj konference. Atasheu për çështje fetare pranë ambasadës së Turqisë në Kosovë, Bunyamin Albayrak, kujton punën e jashtëzakonshme të Ali Jakupit si profesor i gjuhës arabe, ku shumë imam, profesor të sotëm në Turqi, madje edhe vetë kryetari i Diyanetit të Turqisë, ishin nxënës të Ali Efendi Jakupit. Onun için bugün Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere Türkiye'deki birçok ilahiyattaki profesör, dekan veya müftü Ali Jakup Efendi'nin talebesidir. Dhe për këtë arsye, duke nisur nga kryetari i Diyanetit dhe shumë profesor tjerë të fakulteteve të ilahiatit teologjike, janë nga studentët e Ali Jakupit. Ri Bajgora, Hysen Matoshi, Sadik Mehmeti, Ferid Piku, Elez Osmani, Besir Neziri, Valan Shkodra janë studiuesit e tjerë, të cilët përmes kumtesave të tyre prezantuan jetën, veprën dhe kontributin e Ali Efendi Jakupit. Ali Efendi Jakupi nga Desivojës e Kamenicës u shkollua në medreset e Gjilanit dhe Shkupit për të vijuar me pas studimet e larta në Universitetin prestigjos të Azharit në Kairo. Një pjesë të jetës së tij e kaloi në Egjipt, ndërsa tjetrën në Turqi. E gjithë jeta e tij është një shembull i mirë i një besimtari, dietari, alimi dhe profesorit të përkushtuar ndaj dijes.